Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë referuar në prokurori nisi procedimin në gjën të lirë për shtetasit KG 20 vjeç, RG 21 vjeç, KH 29 vjeç dhe AH 25 vjeç, të gjithë banues në lagjen Skënderbeg pasi dyshohet se për motive dobta janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirdit shpallën kërkim shtetasit EP 34 vjeç, banues në Rubik pasi dyshohet se ka ushtruar dhunde bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhë mbrojtje. Me gjë 20 vjeç, banues në Tiranë pas dyshohet se ka kanosur një 50 vjeçar për motive dobta, po punohet për kapjen e dy shtetasëve, njofton policia. Materialet përshtyrali u referuan prokurorisë së Lezhës për veprimet e mëtejshme. Gjithashtu shërbimi i policisë referuar në prokurori për vlerësimin e këtyre rasteve është transportuar në spital për ndihmë mjekësore shtetasi GP 25 vjeç, i cili dyshohet se ka konsumuar lëndë helmuese, shtetasi është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Është transportuar në spital për ndihmë mjekësore një 17 vjeçare, e cila dyshohet se në banesën e saj ka konsumuar aksidentalisht sasi detergjenti. Shtetësia është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Në banesën e tij në lagjen Beslidhja është gjetur trupi i pajetit shtetasit BP 72 vjeç, i cili dyshohet se ka besuar arrest kardiak.